falënderimet I takojnë madhërisë së Allahut. Atë e falenderojmë, atë e madhërojmë, prej Tij falje, udhëzim dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të dashurin e zemrave tona, vullën e të gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët pasojnë dhe e ndjekin rrugën e Tij deri në një ditë ku të gjithë do të dalin para madhërisë së Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu është ai që krijoi këtë dunja. Krijoi dunjan dhe ahiretin. Allahu është ai që e kufizoi jetën e njeriut në këtë dunja. Dhe njeriu ka lind me emrin e Allahut Azza wa Jall dhe jeton me ditë të numëruara me emrin e Allahut Jalla wa Ala. Allahu I madhruar bëri ndryshimin e ditës dhe të natës argumente të fuqishme dhe të pashmangshme që tregojnë për ekzistencën dhe fuqinë e Tij. E themi se në bazë të argumenteve, vendet e mira, kohërat e mira, janë vetëm ata që I ka caktuar I Madhi Zot. E kemi përmend shumë herë se Allahut I takon zgjidhja. Ai krijon çka të don dhe ai zgjedhën çka të don. Dhe kemi për detyrë besimtarëve me u kujtu mujt e dalluar, ditë e dalluara. Dhe ne sapo e kemi filluar, e që sot është dita e dytë e muajit të ri hijri, muajit Muharram. E që muaji Muharram është prej muajve gjithashtu që është I përmendur në Kur'an, prej 4 muajve të shenjtë. E që besimtari duhet jetë I kujdesshëm në shfrytëzimin e muajve të veçuar dhe të dalluar, e ditëve të veçuara dhe të dalluara. Vëllezër të dashur, muaji Muharram është prej muajve, është muaji I parë sipas kalendarit hijri dhe kemi filluar një vit të ri hijri 1447. Po vëllezër të dashur, ky muaj është emërtuar me emrin Islam, pra muaji Muharram, ndërsa muajt të tjerë kanë mbetë me emrin e njëjtë, sikurse në periudhën e xahiletit. Mu për këtë muaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për muajin Muharram, shahrullahi Muharram, muaji I Zotit është muaji Muharram, është muaji Muharram. Dhe thot Hasan al-Basri rahimahullah, Allahu e ka veçuar këtë muaj dhe si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyamu ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-maktub salatu fi jawfil layl. Më I miri agjërim pas muajit të Ramazanit është agjërimi në muajin Muharram. Pra përmendoj, mas muajit Ramazanit, agjërimi më I mirë, në cili muaj? Muajin që ne sapo kemi filluar. Dhe pas farzave, namazi më I mirë cili është? Namazi I natës. Namazi I natës. Vëllezër të dashur, këtë muaj gjithashtu na kujton edhe një ngjarje shumë të madhe, e njohur për besimtarët, dhe besimtarët e meditojnë këtë ngjarje. Se është ligj I Allahut Azza wa Jall, është rregull I Allahut Azza wa Jall, që e vërteta patjetër ka me triumfu, mundet me u vonu, por në fund ka me fitu. Ky muaj na kujton pra një ngjarje shumë të madhe, ajo është
fitoria e besimit dhe mposhtja e kufrit. Fitoria e besimit dhe mposhtja e kufrit. Na kujton ngjarjen e njohur. Pra ngjarja mes dashurit të Zotit, Muses alayhi salam edhe armikut të Allahut Firaonit, i cili e mbante veten e madh dhe ju bante zullum popullit vet shumë, sa që nuk guxojshin kush me ngrit zërin kundër Firaonit. Dhe pasi që i vjen e njohur se pushteti jot do të marrë fund, ndodhi ajo që ndodhi, mur vendim që mi mbyt të gjithë fëmijët e Banu Israilëve kur lindshin, por Musa a.s. u lind dhe u rrit në pallatin e tij. Kështu ishte caktimi e Allahut Azza wa Jall, derisa ky dashur i Zotit Musa a.s. me lejen e Allahut, me fuqinë e Allahut Azza wa Jall dhe me mrekullitë e Allahut Azza wa Jall, ju bën me dije dhe ju tregon realitetin dhe vërtetën, por se kur e merr vesh këtë, Firaoni me ushtrinë e vet dëshiron që ta mbys dashurin e Zotit. Dëshiron që ta mbys dashurin e Zotit Musa alayhis salam. Historia është e gjatë, duke mos dash me hi në detale. Por se këtë moment pasi që i vuhet pas Musa alayhis salam Firaoni me ushtrinë e vet dhe i kap një stres të popullin, ata që janë bashku Musa alayhis salam, se çfarë do të bëhet me ne, çfarë do të ndodh me ne, ushtrin pas para kishin ndetin. Por se njeriu që është i lidhur me Zotin fort, që zemra e ka të lidhur me Allahun Azza wa Jall, i bindur në fuqinë e madhe të Zotit, se nuk mundet kush me dal para fuqisë Zotit, thot kella inna ma'iya rabbi sayahdini. Kurse si, s'ka masu mërzitni, masu friksoni dhe popullit vet, masu friksoni ndaj këtij zullumqari, ndaj këtij armiku, që drejt herë s'ka guxu kush me ngrit zanin kundër tina, me fol kundër tina. Masu më shqetësoni se inna ma'iya rabbi sayahdini. Unë kam Zotin i cili ka me mudhëzu dhe ka me më drejtu dhe ka me mësu. Dhe nëse çdo njani prej nesh e ka në zemrën e vet futun këtë iman, këtë besim, se dije se ndihma e Allahut, kur Allahu dëshiron mi tha një send bahu dhe ajo bahet, dije se s'ka me mungu asnjëherë suksesi. Pra i lidhun fort me Allahun Azza wa Jall dhe historia njohur kur Allahu mëson Musa alayhis salam që me shkopin e vetë mira detit e hapen 12 rrugë, e kalon Musa alayhis salam, e kalojnë edhe gjithë pasuesit e Musës alayhis salam dhe e kalojnë detin. Mirë po, armiku i Allahut Firaoni e shef këtë mrekulli dhe ende nuk dën me u bind Allahu xhalla wala. Por jam mësyn edhe ai detit, jam mësyn edhe ai atyre rrugëve që ja ka mësy Musa alayhis salam. Por si hin menda, Allahu i madhruar i jep urdhër që deti me u kthy në gjendjen se siç ishte dhe më mbyllet rrugë. Shpëton Musa alayhis salam me gjithë pasuesit e tij dhe në këtë moment kur e shef tash nuk ka më ka me shku, tash po don me besu. Tash po don me u bind Allahut, por jo tash është vonë. Tash është vonë. Por Allahu bën mrekulli që trupi i tij mund nxjerr edhe atë ditë sot me qenë prezant. Allahu bën mrekulli. Dhe vëllezër të dashur, pra ky muaj madhështor që është i përmendur në Kur'an na kujton ngjarjen e madhe mes pra Musës alayhis salam dhe Firaonit, se si Allahu e ka shpëtuar nga ky zullumqar, pra fitoria e besimit dhe mposhtja e kufrit, dhe mu për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëru ditën e 10 të muajit Muharram, që është e njohur për të gjithë neve dita e Ashureve. Pra Asha, dita e 10
e muajit Muharrem, dhe që shpërblimi i agjërimit të kësaj dite është, siç ka thënë i dashtun i Zotit sallallahu alaihi wasallam, shpresoj që Allahu t'i fal gjunahet e vitit kalum. Falje gjunaheve për një vit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka agjëruar këtë ditë. Dhe kur i shpërngul dhe ka shku në Medinë, i ka pa që pa agjërojshin edhe hebrejt, i thët e ju, pse pa agjëroni këtë ditë? Thojnë u përgjigjen se këtë ditë Allahu ka shpëtu Musen a.s. nga Firaoni. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nahnu ahakku min Musa minkum. Na kena ma shumë hak ndaj Musas se sa ju. Na jena ata që pason Musen a.s. ma shumë se sa ju. Dhe ka agjëru dhe ka preferu dhe është mirë që të agjërohet një ditë për para. Pra ditën e 9 që i bjen dita e 9 e muajit Muharrem, i bjen sot një javë e xuma, dhe dita e 10 i bjen nesër një javë. Pra që është mira për më u dallu prej agjërimit të hebrejve, pra me u agjëru një ditë para dhe një ditë pas. Pra me agjëru të 9-ën dhe të 10-ën, ose të 10-ën dhe të 11-ën. Por nëse agjëron të trija, aq edhe ma mirë. Ta agjërosh pra të xhuman, shtunen dhe të dielen. Allahu na mundsoft që me përfitu në mujt e veçum e në dit e veçume. Shumë do ka nevoj çdo njani prej nesh, nesër kur dalin para Allahut Azza wa Jall, atë ditë kur të vendosen veprat tona në peshore, e që ai agjërimi i ditës së 10 muajit Muharrem dhe ai namazi të vendoset peshore dhe të peshoj rënd peshoren e punëve të mira. Sa ka meni veten njeriu të lumtun dhe të gëzum, se veprat vendosen peshore, të mirat edhe të këqijat, dhe njeriu në atë moment ka dëshirë shumë që me i peshu sa më rënd punët e mira, ditën që do t'jetë vendimtare, ditën që nuk ka ma këthim, ditën që nuk do të plakmi ma kur, por ajo çfarë e mbjellme në dunja, për te do shpërblemi para madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Andaj të dashur besimtar, të mundohemi sa të kemi ymer, se asnjani prej nesh nuk e din fundin kur e kemi fundin e dunjas, andaj kemi gabime të gjithë, kemi gjunahe të gjithë, se gjithë jemi gjunahqar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por më i miri prej gjunahqarëve është ai që i kthehet Allahut, i pendohet Allahut, i kërkon falje Zotit madh. Andaj në mujt e veçum dhe në ditë e veçume shfrytëzoni ma shumë për punë të mira, për vepra të mira, për istighfar, sepse vepra e mirë në mujt e dallum dhe të veçum peshon ma rand. Allah na i fal gjunahet tona, Allah na mëshiroft me mëshirën e Tina, Allah na mundsoft me punë të mira. E themi këtë që ndëgjua dhe lutë Zotin e madh për falje, për vete dhe për juve dhe për mbarë besimtarët, kudo që gjenden në botë, dhe lutja fundit e jone është elhamdulillahi rabbil alamin.